ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد. Të gjitha lavdit, falëndërimat janë vetëm për Zotin e Madh, Allahun subhanahu wa taala. Atë falenderojmë për ti falë dhe udhëzime kërkojmë. Salavatet, selamet, përshëndetjet më të mira mbi të dërguarin e Zotit Muhammedin alayhi salatu wassalam, shokëve të tij, familjes së tij dhe çdo muslimani dhe besimtari i cili ndjek rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, gradualisht po e përcjellim edhe pjesën e dytë nga dy të tretat. Nëse ndajmë Ramazanin 3 pjesë, gradualisht po shkojnë 2 të tretët të Ramazanit për të na mbet pjesa e fundit, pjesa më e mirë e Ramazanit ku shpresohet aty edhe me qenë nata e Kadrit. Allahun e lutim që Allahu pjesën e kaluar na e bën kabull, e pjesa që na ka mbetë Allahu të na jap vullnet dhe shëndet për të vazhduar me vepra të mira. Ne do të vazhdojmë me lejen e Zotit xhel xhelalu në ngjarjen e Musait alayhi salatu wassalam, duke përcjellur me ajete kuranore se si Allahu subhanahu wa taala e ka rrëfyer ngjarjen e Musait alayhi salatu wassalam si ngjarja më e përmendur në Kur'an. Andaj nuk gjen sure gati vetëm se do ta gjesh Musa alayhi salatu wassalam të përmendur. Për shkak se sikur që tha Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, ngjarja e cila i ngjan gjithmonë roleve dhe ndarjeve të njerëzve në gjatë historisë dhe rrjedhave të historisë, ngjarja e Musait alayhi salatu wassalam. Përmendëm në ligjëratën e kaluar se Allahu subhanahu wa taala tregon për faraonin se pas humbjes dhe pas vrasjes së sirbazëve, ai tenton dhe përpiqet që ta vret Musain alayhi salatu wassalam. Mirë po Allahu xhelalu e mbron. Si e mbron? Me sebeb e dërgon një njeri i cili ka qenë besimtar nga familja e faraonit, prej brenda shtetit të faraonit, dhe prej brenda zyrës së faraonit, ai e mbron Musain alayhi salatu wassalam. Andaj do ta shohim se ky njeri do të vazhdon pastaj edhe ku të ikë pi faraonit Musa alayhi salatu wassalam dhe do dalin për Palestinë. Ky njeri do të shkon me Musain alayhi salatu wassalam, nga se ka qenë prej besimtarëve. Para se me shkatru Allahu xhelalu ala faraonin në deti dhe para se me hudh ushtrinë e tina dhe krerët e tina në deti, Allahu ja jep edhe disa mundësi faraonit. Sikur që është zakoni i Zotit te bareke ve teala që njeriu para se me e dënua i jep mundësi të shumta, i jep mundësi të shumta. Andaj Allahu ja tregon neve në Kur'an se para se me ardhë dënimi i fundit në këtë dunja, Allah i paralemron me disa paralemrime, pra me disa ndëshkime të vogla në dunja. Mirë po ato kanë qenë paralemrim se nëse nuk merr rivesh, edhe pas kësaj do të vjen ndëshkimi i madh i Zotit subhanahu wa taala në këtë dunja, e pastaj dënimi më i madh atyre u përket në ahiret. E lutim Allahun që Allah të na ruaj nga dënimi i Zotit në dunja e në ahiret. Na tregon neve Allahu xhelala dhe përcjell në vezë kushdo me përcjell me mushaf apo me pas si referencë, Allahu xhelala ndëshkimin e faraonit e ka bërë çfarë? Në një varg ajetësh, në një varg sure. Pra, Allahu në shumë surë na ka kallëzuar se e kemi myt faraonin, e kemi asgjësu faraonin, e kemi shkatru faraonin. Për çfarë arsye? Që sa herë kur të kalosh në sure të vjerë faraoni. Si e ka shkatru Allahu xhelala që të jetë ibrat për neve, që të jetë mësim për neve. Në surën Al-A'raf na ka treguar Allahu xhelala se e ka shkatruar faraonin. Në surën Az-Zukhruf Allahu na ka treguar se e ka shkatruar faraonin. Në surën Yunus Allah na ka treguar se ka shkatruar faraonin. Në surën Shu'ara, se ne i morëm në pjesën e saj, na ka treguar Allahu se ka shkatruar faraonin. Në surën Ad-Dukhan na ka treguar Allahu se ka shkatruar faraonin, dhe në surën Taha, surën 20, na ka treguar gjithashtu Allahu xhelala se ka shkatruar faraonin. Pse e ka shpërnda? Nga se në çdo sure na ka kallëzuar një pjesë të shkatrimit. E do ta shohim paralemrimin e fundit që ja bën Allahu faraonit. Pas këtij paralemrimi vjen dënimi Allahu subhanahu wa taala. Thot Allahu në surën Al-A'raf, duke treguar për faraonin dhe krerët e tina, wa qala al-mala'u min qaumi fir'aun, dhe than krerët e shtetit të faraonit, atadharu Musa wa qaumah, si pe rahat Musën edhe popullin e tina, li yufsidu fil ardi wa yadharaka wa alihatak, si pe le kur ai tyje po anashkalon, nuk po të do dhe nuk po të adhuron.
thot Allahu xhel xelalu, qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum. Ka thënë Firauni, ne do t'i mbysim të gjithë bijt edhe besimtarët e Musa alayhi salatu wasalam, dhe do t'u alëm gjallë gratë e tyre. Wa inna fawqahum qahirun, dhe ne jemi më lart se ta, ne jemi mbi ta, ne jemi nga një ta mbi ta. Vazhdon Allahu dhe thot: wa qala Musa liqaumi, e Musa i tha popullit të vet. Tani vëreni vëllezër, ka kalu ngjarja mande, jemi nga fundi i përfundimit të Faraonit. Thot Allahu xhelalu ala: wa qala Musa liqaumihi, i tha Musa alayhi salatu wassalam popullit të vet: ista'inu billah, kërkoni ndihmën e Allahut. Nga se tani do të ashpërsohet gjendja shumë. Me 1.600.000 ushtar del Faraoni edhe i ndjek bitë Israilit. Me 1.600.000 ushtar i del dhe don me ndjek dhe me shkatru popullin e Israilit. Pra Musa alayhi salatu wasallam me besimtarë. Andaj thot Allahu xhelalu ala: ista'inu billahi wasbiru innal arda lillah. Musa alayhi salatu wasallam i thot bijve të Israilit, besimtarëve, kërkoni ndihmë me Allahun dhe duroni, nga se tash ka më ashpërsu ala më keq, nga se i ka ardhur fundi. Andaj themi neve se zullumçari kur e ka në fund jep shkelma më të fortë. Tani Faraoni ka mi shfrytzuar krejt të takatë të ushtrisë vetëm me shpresë mos pe mund Musa alayhi salatu wasalam. Thot Allahu xhel xelalu: innal arda lillah. Ju thot Musa, toka është Allahut. Këta shpesh e harrojnë Allahu. Andaj shikon fillim të ngjarjes, pra fillimin e fundit të Faraonit, Musa i kujton dhe i përkujton mbi të Israilit, toka është Allahut. Andaj sa zullumçari kalon toka mbetet e Allahut. Sa diktatori kalon toka është Allahut. Allahu ja jep tokën kujt të doje. Dhe s'ka dikush që ka mundësi me uzurpu tokë edhe pa fundësisht me majt ata. Asnjëherë. Thot Allahu xhelalu ala: yurithu man yasha, yurithuha man yasha min ibadi wal aqibatu lil muttaqin. Allahu ja le tokën kujt doje. Allahu ja le tokën kujt doje. Ja ka lënë Firaunit kohë të gjatë, por a kam mbet gjithmonë? Jo, thot Allahu te bareke ve teala: wal aqibatu lil muttaqin. E përfundimi është për kan? Përfundimi është për të devotshmit. Përfundimi është për ata të cilët i tutën Allahu xhel xelalu. Kjo çka argumenton vëllezër se ju mëson Musa alayhi salatu wasalam bijtë e Israilit. Çish më shpëtu Firaunit? Kërkoni ndihmën e Allahut. Bëni sabër, besoni bindshëm se toka është e Allahut, dhe ai ja jep kujt doje, kur të doje, sa të doje, prej hapësirave dhe periudhave, dhe ta dini se përfundimi është për të devotshmit. Jo për besimtarët, për besimtarët e devotshëm. Apo, që ta kuptojmë një send, vëllezër? A nuk themi na që jena besimtar? Elhamdulillah, ne besojmë që jemi për besimtarëve, shpresojmë të jemi për besimtarëve. E pakta kemi deklaruar që jemi musliman. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemi thënë. Mundohemi mu fal namaz, me dhënë zeqat, apo me bo hax, me agjërue, me u shmang harameve sa të kemi mundësi. Pra jemi besimtar. Apo pse toka nuk është e besimtarëve? Pse pushtetin se kanë besimtarët? Sepse ka thënë Allahu në gjuhën e Musait alayhis salatu wassalam: wal aqibatu lil muttaqin. S'ka thënë lil muslimin, as lil mu'minin. S'ka thënë toka i përfundon kujna? Besimtarëve. As muslimanëve, po ka thënë besimtarëve të devotshëm. Pra nëse nuk arrin devotshmëri, s'në merr. Andaj sahabët e pejgamberit alayhis salatu wassalam i kanë çliru tokat me çka? Me takvallok, me besim. Besim i cili ka ngrit manal. Manal se ka arë një njeri të pejgamberit alayhis salatu wassalam dhe ja ka lavdruar një shok të vetin. Edhe i ka thënë: filani ja Rasulullah është besimtar, mu'min. Ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam: o muslim, a leje musliman? Ai ka thënë: ajo besimtar. Ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam: është musliman. Pra se besimtar, po muslimani është shkolla e parë, ama besimtar emri është shumë i fortë. E devotshëm është dalla manal. E Allahu xhapse ne ka obliguar ne agjërimin me mrit këtë shkallë, për me fitue kal, për me fitue meritën, apo me kanë meritor, për me ta dhënë Allahu xhat tokën, me udhëheq me tokën e Zotit te bareke ve teala. Qalu, e tani vëzë,
fillon dhe ashpërsohet arroganca e faraonit shumë. Jep urdhër prap më uvra fëmijët e bijve të Israilit. Dhe shkojnë me ushtar të shumt dhe me arroganta të shumt në përshpite bijve të Israilit. Edhe të veçlit e tëre i mbysin, e të mëdhojt e tëre i fusin pun pa pare. Ja? Dhe këtë këta faraoni pse e ban? Për mi thonë këtinve, tatimi besimit juve në Musajnë a.s. këshire që ka azapin ja ushtova. Andaj ka arë transmetime se i kanë dhanë bitë e Israilit, O Musa, pejgamberi Allahut a.s. Faraoni na ka bo argat para se mu kanë ti pejgamber. Atu na bo argat edhe mas i erdhe ti pejgamber. Ama a di çka atu ndodh më e keqja? E na kanë argat me pare para se me arti. Shtash atu na bo argat pa pare mas i të besum tyje. Pra kur shikon ti na kanë argat, po na pagujke. Puno, merri parë. Na pagujke. Tash na ka bo argat pa pare. Apo andaj kur i thot Hamanit, Ibn Ili Sarhan, ndreq ma mua një palat me shkallë të mdoja, edhe të shtipi unë në qilë. Që këta shohë zotin e Musës a.s. Se kjo janë rëna cak. Kush e ka ndreq atë palat? Bitë e Israilit. Bitë e kalonesti këtu. Këtu. Punoni, ndreq ma një palatin. Ato i ka pas inxinjerët e vetë, të veç kanë punue. Apo, këti ka përdorë për krah pune, për papare, pa as një loj dinari që ka dhamë. Andaj shiko Allahu janë të regon neve në Kur'an. Kalu udhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. I ka thonë, o Musa, neve na kanë torturu para se me arti. Na torturojnë para mas i erdhe ti. Kur kena me pështuna? Kur kena me dal pi argatlëkit? Kur kena me dal pi shërbimin ndaj Firaunit? Na kur kena kanë të lirë një ditë pi ditëve? Thotë Allahu te bareke ve teala, qala tha Musa alayhi salatu wasalam, asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ard. Ka thënë, shpresohet që Zoti juve t'ua shkatron armikun tuaj. Ama armiku nuk shkatrohet kur të vend të huna, po kur të mrihet kulmi zullumit i Firaunit te Zoti xhelel xhelalu. Andaj thotë Allahu xhan në vazhdim në sura tjera, falamma asafuna, kur na idhnon, i dënum. Allahu toleron shumë. Madje ka transmetuar Imam Ahmedi dhe Imam Tirmidhiu në sahihat e tyre se kur ka thonë e ka çugishtin faraoni, amantu, i kam besue Allahi çka i ka besue bitë Israilit. Ja, i ka thonë Gjibraili alayhi salatu wasalam Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë, o Muhammed, sikur të mshifshe të e morën e dhevin edhe të e fut në gojën e faraonit, që mos të beson se u tutësha se Allahu rahmetin e ka më të madh se sa i dhimin e ja pranon tëubën. Ka morë Gjibraili dhe e ka fut në gojën e faraonit. Shujti. Po çka shujë vëllezër? Që mos ta kap rahmeti Allahit. Çfarë rahmeti ka Zoti madh te bareke ve teala. Thot Allahu xhel xelalu, thot Musa alayhi salatu wasalam, asa rabbukum an yuhlika aduwakum. Shpresohet Zoti juve me e shkatru armikun e juve, wa yastakhlifakum fil ard, dhe që t'ju lën juve pasardhës në tokë, që t'ju bën khilafe, që t'ju bën khalife, që t'ju bën krijetar t'juve për muslimanëve në tokë. Thot Allahu xhel xelalu, fa yanzura kayfa ta'malun. Allahu ka me pa çka bani ju. E na pastaj mas faraonit do të kalojmë një pjesë tjetër. Kur të vinë bitë e Israilit, ata çka bojnë? Deri këtu jemi këtë me Firaunin. Pastaj do ta shohim na me lein Allahu te bareke ve teala çka ka me hek Musa me popullin e vet, me çiket popull. Madje na do ta shohim ku të mrihen në fund detit. Pak para se me i zanë faraoni rokën musliman në mezveti. Detin për para 1.600.000 ushtarë faraoni për mas, rokën deti. Ja u qelë Musa a.s. me kudretin Allah i detin, ata thojnë, unë e s'hin të ki kusherini. Qelë maknera. A mund të paramenoni, sigur sot që musliman, kur janë luksin e madha, po? Ata as një sen nuk e kanë dorë, nuk e du, thotë në këtë muslimanin. Po mirëve tja, khilafetet të duka. Anë këtë Omer Khattabit i të jetu të ja. Tja si të bazë kur gjos kindora. Ti një gram diçka nuk e kindor, kur kush nuk dvet dunja për kur gja heq. Apo, ti as një kompetencë nuk e kije, ama e ki luksin me thonë që ki muslimani s'pëmduhet, edhe aj që tjetëri s'pëmduhet. Apo, do të shoj me lejnë Allahu të bare këta. Ka me hek shumë Musa me këtë popull.
Do të hek shumë Musa me këtë popull. Andaj shiko se e kanë ranue. Ka thonë o Musa, po na u lodhëm be edhe para ti edhe mas ti. O nuk folë kështu me pejgamber. Ne do ta shohim se bitë e Izraelit kanë një lloj trajtimi jo që duhet me pejgamberin e Zotit alayhi salatu wassalam. Thot Allahu xhelam vazhdim. Thot wa laqad akhadna ala fir'auna bis-sinin. Vini retani. Ja jep Allahu edhe një mundësi faraonit. Mundësia cila? Mundësia e fundit. Allahu thot, ne e kapëm faraonin bis-sinin. Bis-sinin çka vëzër? Me vite. Kanë thënë dietarët, e ka shlu Allahu disa vite thatësi. Thatësi. Nuk ka nxjerr toka as një lloj bereqeti. Dhe janë tha, as ka rashi e as nuk ka mbi as një sen pit mirave të tokës. Ndërkohë që ata janë mësuar me saltanat të madh, ata janë mësuar me komoditet të madh, ata janë mësuar me çfarë? Me mundësi të shumta. Ata thotë, ne e kapëm familjen e faraonit, komplet shtetin me çfarë? Me thatësi. Mirë po, kjo thatësi nuk i rrok këtë tokat e bijve të Izraelit. Dhe kjo ishte ajet i qartë. Baqja e bijve të Izraelit e gjelbër, baqja e egjiptianit that, baqja e egjiptianit that, baqja e bijve të Izraelit e musht. Kjo ishte ajet i qartë. Nga se ishte një qill, ama një baqje e gjelbër, një baqje e that. Një tokë e faraonit kete that, nërsa toka e Musait a.s. e gjelbër. Andaj Allahu ja u qoj argument. A nuk peshifni se çka jena të bo me juve? Pro pse besimtari bijve të Izraelit ka ju s'kini? Thot Allahu xhelalu ala, ne e kapëm familjen e faraonit bis-sinin. Çka sinin? Thatësi e madhe. Pse e ka përmend sinin? Sepse vëllezër sinin, çka ja u çon mallin? Kush e mamen, kush e lexon Kur'anin? Allahu xhelalu ala 7 vite thatësi u ka quhen kur ka Jusufi alayhis salam. Andaj egjiptianët e din çka është thatësia. Andaj a ju kujtohen ato vitet? E thata po. Allah e ka përmend, na i kapëm me vite. Çka vite? Vitet e thatësisë që ju i njihni. Pastaj që ka thënë, wa naqsim min ath-thamarat. Dhe pastaj u apaksonim frytet. U apaksonin të mbjellurat, të korrat. Shkonte me e mbjellte një mbaçe të madhe, edhe çfarë? Së nxjerrti asaj di kokra. A ka këtu dorë? Ku a Zoti i madh? Faraoni çka ata e besonin? S'ka. Këto ishin argumente dhe parlemrime, ama prapë se prapë faraoni nuk mirë të mësim. Thëtë Allahu te bareke ve teala, la'allahum yadhakkarun. Ndoshta kujtohen, ndoshta mendohen, baqja e Israelit, baqja e muslimanit për bijve të Izraelit jep fryte, është e gjelbërt, baqja e egjiptianit s'jep kur gjë. Kjo argument, apo kjo është argument se Allahu xhelel shikoj zot, kur je në një qiell, i ki këtë mundësit. Madje egjiptian ka pas shumë më mundësi. Kanë pas mjete për me levru tokën shumë atë moja. Kanë pas mjete për ta punu dhe kultivu tokën shumë atë moja. Me gjitha ta bitë e Israelit, Allah ju shlejke bereqet. Këtë çfarë argumenton dhe zër? Se bereqet është për Allahu xhelalu. Allah dhëtë, na ja qumë qështu, la'allahum yadhakkarun. Do shta thojnë, e pse baqja ime një shi e rok nuk me e bereqetin? Për shkak se kjo është bereqeti Allahu subhanahu wa ta'ala. Vazhdon Allahu dhe na tregon. Fa idha ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadi. Vini re vëzër tani, çfarë ban faraoni? Çka ka bëu? Thot Allahu xhamë vazhdim. Kur ju vinte do një begati, do një shi, do një e mbjellur e mirë, e korrur e mirë, qalu lana hadi. Kan thënë, kjo është sebeb neve. Ja kështu i ka përmbys në mene Allahu xhalu faraonin dhe arrogantët e tina. Çka kanë pas të mirë në Egjipt kanë thonë kjo për shkak neve. Wa in tusibbuhum sayyi'atun yatayyaru bi Musa. Ndalën dhe këtë ajet. Si ka mundësi njeriu me mri deri këtë drejgje të përmbysjes dhe vetë mashtrimit, që i shohin a plot për njerëzve njëjtë mendoj, njëjtë. Sa herë që ka ra shi dhe ka dhënë toka bereqet, kanë thonë kjo për shkak neve. Sa herë që u ka nal shivi, edhe s'ka dhanë tokat të mbjellura, edhe të korra, edhe të mira, edhe fryte, as pemë, as perime, që kanë dhanë, yatayyaru bi Musa. Ka dhanë, o Musa, me fajin tanë. Ti jes fajtor, që toka, kush? Musa, i dashmi Allahit, sebeb ti, o Musa, s'ka fryte. Apo, sebeb ti e. Shiko, faraoni, i thot Musait a.s. Meditoni o vëzër,
se sa prej njerëzve i akuzoj njerëzit e ndarshëm, njerëzit e pafajshëm për fajet e tëne, për krimet e tëre, për zullumet e tëre, dhe mundohen me e gjujt fajnë të muslimanët e pafajshëm. Ti i ki fajet, a i ka fajet, ki i ka fajet. Tërko që ki, faraoni pi thot Musait a.s. shivi s'po besë bep tije, shivi se bep Musait a.s. Thot Allahu gjanë vazhdim, wa men ma'ahu ala innama ta'iruhum inda Allah. I kanë thënë Musait, ti me këto musliman të tu jeni sebeb që s'ka shi. Allahu gjanë ju thot, ala innama ta'iruhum inda Allah. A nuk e din ato se këtë puna të Allah? A nuk e din se shiju në shlon Allah? A nuk e din se tokën bereqetin janë zirë Allahu Gjelluala? Krejt qështja është e Allahu Gjelluala dhe të gjunat të tëre, sebeb mëkateve të tëre, thëtë Allahu të bareke vë tëra, walakin në aktharahum la i'lamun. Ama shumisa për tëre nuk e din. Qa nuk din, o dhe zë? Qa nuk din? Nuk e din se gjithë shka është e lidh me farze dhe harame, gjithë shka është e lidh me dashnin ndaj Allahut dhe me idhnimin Allahut, gjithë shka është e lidh me rizallakun e Allahut dhe me idhnimin Allahu Gjelluala. Kur të hidhrohet Allahu me dikan, s'ka mundësi ti ka dush ban me gisht, Allahu Gjelluala i ka ndorë qështjet. Kur të Allahu të është i knas me dikan, sa dush ti ban me gisht. Kur Allahu do mi shlu bereqet dikujna, sa dush ti ban me gisht, sa dush e bizor, Allahu e ka qështje ndorë, lezër. Andaj na lidhmi me Zotin e madh subhanahu wa ta'ala. Për këtë arsye Ramazani, lezër, ka ardhur për me na lidh me Zotin e madh, dhe jo mu lidh me njerëzi, dhe jo mu lidh me sebebet janë mjete. Ketë mjetet i kanë pas, Allahu e ka ndalë tokën, s'ka dhanë bereqet. Thëtë Allahu të bareke vë të në vazhdim, wa qalu mehma të tina bihi min ajetin li të sharana biha fema nahnu leke bi mu'minin. Dhe i kanë thanë Musait a.s. I kanë thanë, gjdo argument, e këtu dhe zë kam rikulmi, këtu kam rikulmi, gjdo argument, o Musa, qka kimi nasil neve, me sehiret e tua, me mjeshtrin tane, me kapacitetet e tua që ka i kisë, ato e kanë qytë pejgamberi, mjeshtri dhe sehire. Gjdo ajet që e bje, gjdo argument që e bje, që të nabash sehire neve, na kur s'besojna. A ka mundësi me folë me që këtë njeri? Kur të thoi e kështu dikush, a dhe qëfar dush argumenti bjerë unë është besoj? Qëka dush me folë? Qëka dush bjerë argumente? Edhe nëse je i pafajshëm, nuk të besoj. Edhe nëse ki argumente, nuk të besoj. Edhe nëse ti je i vërteti pejgamber, nuk të besoj. A ka mundësi më këtu muhabet me bë? Jo. E tani kur të ndërpritet argumenti, vjen kaderi Allahu Gjellë Gjellalu. Kur i kanë thonë na nuk të besojna në asë një mënyrë, në asë një argument, atër Allahu thëtë, tash unë ju kalëzë këtë në. Thëtë Allahu të bare këtë alë vazhdim, fa arsalna alejhimu tufan. Allahu thëtë, ne u alshuma atyre tufanin. Qka është tufani, dhe zërë? Ka argumentet të ndryshme. Ju ka shlu vërshimet shumëta, ja u ka prish këtë të bachet, këtë të mbjellurat, këtë të korrurat. Sa tamam i kanë bo hazër kretë, ka arë shi i madh i kam lu komplet, deri në fund. Apo, i ka shlu dhe tufan. Dërsa ka arë hadith, se ka thamë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tufani është vdekja. Ju ka shlu Allahu vdekje të shumëta. Pra, pavarësisht a është tufani këtu për qëllim, vdekjet e shumëta, a është vërshimet e shumëta, Allah ju ka shlu e qfar errat fuqishme të cilat nuk i kanë nërë rahat në qfar, në frytet e tëre. Pasaj thëtë Allahu Gjela vazhdim, wal gjarad, si i ka dënu Allahu Gjela, kjo është dënimi i para fundit, kjo është para prakisht i ka dëmunu qëta, deri se i ka gjujt në lumë. I ka shlu tufanin, vërshimet shumëta. E dyta, i ka shlu e gjarad. Gjarad dhe zër janë karkalecat. Gjeni pa, i ka qenje vogël me flatra. U ka mush Egjipti karkaleca. Dhe u a kanë prish krejta fryte që ka i kanë pas. Kjo dhe zër vit pas viti. Gjdo vit ka një dënim. Gjdo vit nga një dënim. Ju kanë hijena për shtëpi, së në kanë jetu për tëne. E ki pa njeri një misi e shë gërditët. U a ka mush Allah u tavalinat me karkaleca. Ketë, ka kanë hi, qela ty, karkaleca. Plot, basë që e shpije, krejt, palat. Ketë i ka shlue, Allah u gjak për dënimit. Pse këtë dënim, vëzër? Pse këtë loj dënimi? Për të reguar natyren e prisht faraoni dhe atyre që ka jetu me ta. Apo, gërdi. A gërdi të shtipi që sajna, po? Po qështu i gërdit shëmi edhe ti? Si karkalet si je? Dhe kështu e gërdi. Andoj pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam i ka lejuar karkalecat, i ka bo halal, ama ka thonë, une nuk i ha. Apo karkaleci a hat është halal, mirë po pejgamberi sa nuk e ka hangër. Ama nuk e ka hangër nga
gërdia, nga se pejgamberi alayhis salam disa prej ushqimeve nuk I ha, jo pse janë halal, po pse gërditet për tyre. Kjo ka qenë natyra e lartë e tina. Për shembull, nuk e ka pas merak kepën, se ka pas merak hudrën, se ka pas merak karkalecin, se ka pas merak një lloj hardhusi që ka qenë. Mirë, po kur e kanë pyetur ata janë halal, ka thënë halal janë, ama nuk I ha. Kjo ka qenë traditë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. I kanë ndëshkuar Allah, ja ka mbush borët, ja ka mbush pijat, murnat, këtë me karkaleca. Thot Allahu te bareke ve teala, vazhdim. Wal qummel. Dhe u ka shluar Allahu gjëra disa prej pleshtave dhe llojeve të karkalecave pa flatra, të cilat ju kanë hije edhe u kanë hangër rrezet e dereve. Edhe u kanë hangër gozhdat ku I kanë pasë ndërtu me ato raftet e tyre. Por që mu dhe ka morë komplet një raft madh, edhe I ka hangër krejt ato hekrat ku janë të lidh, edhe ajo ka ra komplet. Allah u el kummel. Dhe ka arta svetime tjera se Allah u gjitha ju ka shlu e morra. Kummel janë morra. Apo u a kanë bush Allah u flok me morra. Së në kanë vlet rahat, tanë natën kanë pas nevoj për mu fërkue. Dhe kjo ka qenë prej dënimeve të Zotit Gjelle Gjelalu, prej dënimeve të Allahu te bareke ve teala. Ama s'kan marrë vesh. Ata si komentoj këtë punë, do ta shohim. Dhe Allahu te bareke ve teala. Wadhafadi'. Dhe I kanë ndëshku Allahu me çka? Dhe kitë që të vëzër, do ta shohim se gjithmonë saha që ju ka shlu Allahu një dënim, kanë thirr ato që me e largue, e kanë thirr Musain alayhi salatu wassalam. E kanë thirr Musain alayhi salatu wassalam. Dënimin e radhës që u ka shlu Allahu te bareke ve teala ka qenë bretkocat. U ka mush Allahu shtetin me bretkoca. Ka kanë hije, e ka qelë të nxerën del bretkoca. Ka hi në shtëpi me bretkoca. A jetohet me bretkoca? S'ka mundësi me tu. Këto ka qenë dëshkime vëllezër. Këto çfarë? Këto I kanë largu me duat e Musait alayhis salam. I kanë largu me duat e Musait alayhis salam. Dhe dënimin e parafundit, pas ti s'ka pas mu dënime, derisa I ka përmbys Allahu xhelala, ka qenë se u ka bërë këtë ujrat ku I kanë pas bunarët e tyre, Nilin komplet këtë me gjak. Kanë shku me mush uj, gjak I pastër. Thot Imam Bukhari, këtë gjak pastër. Ka shku me mush uj, me pi uj, gjak I pastër. Ka shku uj për kafshët e veta, këtë me gjak. A thot Allahu Gjelle Gjelaluhu në vazhdim, u dëm. Dhe ju kemi shlu këtë ujrat ku kemi ba me gjak. Ayatin mufassalat, argumentet qarta pi Zotit që ta së ne ban kërkush. Kush ka qatë shumë bretkoca me ta mush kiti komplet Egjiptin? Kush ka qatë shumë karkaleca me ta mush ti kiti Egjiptin? Kush ka qatë shumë orra me ti mush ti e 2 milion njerëz kitë me morra? Për njëherë komplet, as njani pi tyre s'ka kudret të e këshirë vetën, s'ka kudret me këshirë tjetërin. Kush përveç Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe Allahu ayatin mufassalatin fastakbaru. Prapu banë me një mdoj dhe arrogant. Dhe Allahu Gjelle Gjelalu, wa kanu qauman mujrimin. Kanë qenë popull kriminal, kanë qenë popull I prisht. Fa arsalna, dhe Allahu Gjelle Gjelalu, wa lamma waqa alejhimur ridz. Kur ju ardhen këto dënime, kanë thirr. E kanë thirr Musa alayhis salam. Qalu ya Musa. Shiko, kur kanë dënime, kur kanë dëshkime, kur kanë bërshime, kur kanë vdekje, kur kanë sëmundje, qalu ya Musa. Do të mi thirr fetart, do të mi thirr musliman. Apo, a mund ato? A e kishin Firaunin ato, Zot? Po, se s'pe thirr Firaunin? Qalu ya Musa. Çaj thot Allahu xhelal, ud'u lana rabbak. Lutet ti Zotin tan. Se ki Zoti jon mo nuk funksionon. Ki Firauni po I ka do parë në dorë, ama s'po funksionon mo. S'ka takat mi largu bretkocat prej shtetit vet. Ud'u lana rabbaka bima ahida indak. Atë ka premtu ti diçka Zoti jot, po. Ajt thirrë, ajt lutë Zotin tan te bareke ve teala, dhe Allahu Gjelle Gjelalu I kanë thënë Musa alayhis salam, la in kashafta 'anna ar-rizza lanu'minanna lak. Wala nursilanna ma'aka bani Israila. I kanë thonë o Musa, lutë Zotin tanë në largoje këtë dënim. Kër ja ka qua Allahu tufanin, ka thonë o Musa, lutë Zotin tanë. Musa e ka lutë Allahu gjela edhe I ka thonë o Zot, largoje këtë bela. E ka largu Allahu gjela belajen. Qëka I kanë thonë Musës? Nëse në largon Zotin jot belajen, në të besojna. Në të besojna. Dhe t'i lirojna bite Israili. Apo, sa herë që ja u ka largu Allahu belajen, ka thonë herë se nuk të besojna. Apo,
u largu kjo vetë natyrshëm, lejeti këtë duajën tane. Ja u ka largu Allahu tufanin, vetë u largue. Ja u ka largu Allahu Gjelle Gjelaluhu vërshimin, vetë u largue. Ja u ka largu Allahu Gjelle Gjelaluhu karkalecët ka tonë, vetë u largun. Ama çka i thoshin kur vike për dyti dënimi? Ud'u lana rabbak, lutë Zotin tan. Kështu bën hajgarë dhe kriminal me lutje ndaj Zotit Gjelle Gjelaluhu. Dhe Allahu te bareke ve teala i kanë thënë që e largon Allahu, na të besojnë aty dhe t'i lirojnë bijtë e Israilit. Sa herë që i kanë thënë kurse kanë me fjalën. Sa herë që i kanë thënë kurse me fjalën. Kështu i është vëllezër shumë për njerëzve kur janë zor kanë qera muhabete. E kur janë rahati kanë qera muhabete. Ama te Allahu Gjelle Gjelaluhu vëllezër nuk matet me këtë dallavere të një. Nuk a keni pa njerëz kur hipin në aeroplan, edhe me bën ajo mu drejt ka pak, apo zemra në veri, në jug, lindje, parandim. Ku zbresen tok, men se me dhanë elhamdulillahi alladhi najjana, elhamdulillah ati i cili na shpëtoi, firma fort thotan këto. Firma fort këto. Nuk rrezon let këto thot. Ki pilot Allahu alem do sa shkollë ka. Kjo është arroganca, ku Allahu e shpëton, e ki thot pilotin e patëm të fort. Ki thot, o hekër i madha, ki nuk be. E kur be? Kur bje? Ishe se si, i ullin kokat. Ku me të piloti, ka dek piloti. Ku a ishka e drejton tanien, edhe a i nuj. Apo, ku o Titaniki? Ku o Titaniki? Ata të cilët tanë, këtë tanije së rëzon kërkush, as Allah. Ku është Titaniki? Për këtë asyjo shiko dhe zër, u tallnin me anijën e Nuhit alayhi salatu wassalam, apo me gjithë se anija kër e ka ndërtua Nuhi alayhi salatu wassalam ka orë transmetime sa ta s'kan ditë mirë me ndrejq anijën. Ama Allahu që atë anije ka shpëtua. Këta qerë që e ka ndrejq Titanikin janë kom profesionista. Anija ma e madhe në vaktin e vetë. Ama e kanë sfidu kanë në Rabbul Aleminin. Andë dhe zër, dijeni se çdo begati është pe Allahu Gjelle Gjelalu. Apo, edhe ku zbret aeroplani dhe ti shpëton, Allahu ka dash me shpëtua. Allahu ka dash me shpëtua 11.000 metra lartësi. Apo, e ti me kanë shpëton ati me Zotin e madh te bareke ve teala. Normal sebeb pa piloti, sebeb janë makinat, sebeb janë ato mjetet të cilat me të cilat fluturon. Ama ai i cili shpëton është Allahu subhanahu wa taala. Sa herë që u ka larguar ni bela Allahu xhela me duan e Musait, çka kanë thënë? Kjo natyrë që mu ka largue. Po pse më thatë lutur? Po pse nuk u largon natyrë që vet? Thot Allahu te bareke ve teala, nëse i largon dënimin, të besojna dhe kena me të shlu bijtë e Israilit. Thot Allahu te bareke ve teala, falamma kashafna anhum ar-rijz. Ne kur u largonim atyre dënimet, ç'a banin? Ka ila ajalin hum balighu. Ne u largonin për një periudhë. Ata prap kanë marrë të arroganca e vet, prap kanë marrë të dënimi i fundit. Thot Allahu te bareke ve teala, idha hum yankuthun. E prishnin besën. Nuk e manin fjallën Allahu te bareke ve teala që e ibnin Musait alayhi salatu wassalam. Fantaqamna minhum. Thot Allahu te bareke ve teala, fantaqamna minhum. Erdh koha për çfarë? Për hakmarrje. Edhe të shiko, dikush thot, pse çet shumë ka zgjat? Na veç këtu gjim sa Ramazanit do shkoj, Allah s'e fundosën faraonin. A mundesh me paranu që kanë përjetu ata që kanë jetu me ta? Vite arrogancë, vite tirani, vite zullum, vite padrejtësi. Dhe vazhdimisht ati shtohet pushteti. Ndërkohë që këta muslimanët hekin për të tregu diçka dhe zërë, që ta kuptojnë, do të vim të mësimit pastaj. Allahu e vonon deri sa njeri haron zullumin e vet, haron gjunajin e vet, haron krimin e vet. Ama kur të kape Allahu xhelalu ala, nuk ka më lëshim. Shiko, ajet pas ajeti, argument pas argumenti. Allahu xhelalu thot, sa herë që i vitën një ajet, jetë hakun, keshnin, banë në ajgare, uzbavici, o Musa, a ki di shka pi Zotit me në kalë Zotit? Banë në ajgare, jetë hakun, qka a i Zotit jot? Pi qfar materialit a i Zotit jot? Shiko kita ajgare. Ama, më në mentë në rolin më të li, më katët Allahu ka mundësi në i shty, edhe pa, le, 60 vjet, 70 vjet. Mirë po, ma në men, ligji Zotit, kur të kape, thëtë Allahu Gjelle Gjelalu, dhe azizi muqtedir. Kur të kape, nuk qlënë. Kur të kape, nuk qlënë. Argument, kur ka dek dikush, a u këthi dhe një herë? A e dini se Allahu Gjelle neve në Kur'an në kalzon,
në surën Mu'minun, kur vdes njeriu dhe zot, Allah na bof me dek me iman, me kollajllëk, me shahadet, me ata që Allahu është i kënaq kur dalmi te Zoti i Madh te bareke ve teala. Fjala e parë që vërtet i dekt i cila andaj dhe shiko, shumë pak e njoh në Kur'ane, për sta edhe munomi informacione me mor për të dhëna prej burimeve tjera. Tamam dhe se njeriu klith, vërtet me të madhe. Çka thot? Qala rabbi rji'un. O Allah, kthejmë edhe një herë. A i mirët parasysh? Ja. Thot Allahu xhelal inma hiya kalimatun huwa qailu, kjo është një laf. A vëzër shiko, sot që të i të morë frim, i lirë, ki mundësi me bo sejde, me bo ruku, me bo sadaka, me bo veprat mira, mos me bo veprat këqija, mos me bo zullum, mos me bo padrejtësi, mos me do që kjo është kuturo, këtë është me urtësi. Atë moment që të merët frima, klith sa dush, bërtit sa dush, jepizor sa dush. A keni pa di kanë që u ka këthi pit bërtit më s'madhe? A keni pa? Ka thonë pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam, me një dëbërtitmën e ati i cili goditët pri anëve të me legve në vërë, bin talivanos qka ka për njërzimi dhe kafshë, okay? Ama Allah i për rahmetit vetë, a i klith në nuk e dina, a i klith, ana nuk e dim qka të bëhe, për këta syet të ndërruar që më të shiko, o vonu, shumë o vonu e, apo, janë torturu musliman shumë me Firaunin, ama kur ka ardhur dakiki i fundit, por këta si vëzë kur të vjen momenti i fundit, te Allahu nuk ka kthim. Thot Allahu në surën Qaf, la yubaddalu al-qawlu ladai. Te unë nuk ndrohet më lafi, sa afatin ta kena dhënë. Ti ki lut me afatet e tona? Apo, ti ki lut me periudhat që të kena dhënë ti ki lut me vitet e imrit që të kena dhënë, po. La yubaddalu al-qawlu ladai. S'ka më ndrim të llafeve. Po këta si vëzë Allah thot fantaqamna minhum. E tani më në fund, tani duhet më hakmar. E si do të hakmiret Zoti jon te bareke ve teala, do ta shohim me lein Allahu te bareke ve teala në vazhdim. Thot Allahu te bareke ve teala në surën Az-Zukhruf, duke treguar se si ka ndodh, si kanë marrë sebepët musliman për me ikë pi faraonit dhe për me shpëtu pi faraonit, dhe si do të ballafaqohen në detin e Kuç, duke ikë për Palestinë, prej Egjiptit në Palestinë do të ikin bitë e Israilit 600.000 musliman, do të ikin pi faraonit. 600.000 musliman kanë qenë me Musa alayhi salatu wasalam. Në surën Zukhruf thot Allahu te bareke ve teala, falamma ja'ahum bi ayatina idha hum minha yadhhakun. Çdo ajet që ja u sillte Musa alayhi salatu wasalam faraonit, kashnin, u zbavitnin, banin hajgare, u tallnin, bullizonin etj. Wa ma nurihim min ayatin hiya illa hiya akbaru min ukhtiha. Çdo argument që kemi dërgu, tjetri u kon më i madh se si motra e vet. Wa akhadhnahum bil adhabi la'allahum yarji'un. Ne ju kemi dërguar disa azabe paraprakisht para lemrime, ndoshta kthehen. Shkollë, ndoshta kthehen, ndoshta vëdisohen, ndoshta marrim sim, ama njëri arrogant, njëri o kryeneq, kthehet te vepra e vet për të cilin 1 milion betime i ka bërë s'ka mu kthije. Thot Allahu te bareke ve vazhdim, wa qalu ya ayyuha as-sahiru ud'u lana rabbaka bima ahida indaka innana lamuhtadun. Kan thon, o ti sihirbaz, mirë po, këtu ka surë Zukhruf, o ti sihirbaz, sepse sihirbaz ta ka qenë fjalë lavdruese. Por o ti sihirbaz i shkolluar, o ti sihirbaz i cili je mjeshtër i njohurive të holla, lutë Zotin ton të na largoje dënimet, të paralemrimet që ne ka dërguar. Falamma kashafna anhum al-adhaba idha hum yankuthun. Ne çdo azab që ja largonim, ata e thanin besën e tyre, nga se donin kena më udhëzue në rrugën e Allahut te bareke ve teala. Wa nada fir'aunu fi qaumihi. Sa herë që e largon të Allahu një pjesë dënimit, çka banin? Thirrte Firauni te populli vet. Subhanallah. E shfrytëzonte largimin e belajës nga Zoti me duajën e Musait, me shfrytëzue si e mire vetja. E qikon njerëzit, munohen djersën e huj me bo djersë të vetën, ama nuk bëhet. Nuk bëhet djersë e huj, djersë a jote. Zbëhet puna huj, puna jote. Zbëhet bereqeti huj, bereqeti jote. Zbëhet shpia huj, shpia jote. Allahu që çfarë thot?
Wa nada Fir'aunu fi qaumih. Fir'auni sa herë që u largonin mbretkocat, karkalecat, vërshimet, thatësia, i thirrte popullin e vet. Ecni këtu. Elejse li mulku Misr. A nuk o pushteti jem në Egjipt? Misr e Egjipti. A nuk o Egjipti jemi? Wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun. Këto lumejt, këto burimet e lumejve, Nili kujna? A nuk o Nili jemi? A nuk janë krejta këto liçenet e vogla që i kemi kriju ne? A nuk janë tona? Thot Allahu te bareke ve teala: Am ana khairun min hadha alladhi huwa mahinun wa la yakadu yubin. Ju ka thonë popullit vet, se kur ju ka largue belaja me duat e Musait alayhis salatu wassalam, njerëzit që kanë thonë, po Musa s'pi pranohet duaja, Zoti i këtij për animon, Zoti i këtij për largon belaja, Zoti i këtij i fortë. E s'ka di çka me bë. Ju ka thënë njerëzit, ka thonë, a unë jam më i mirë? A që ki Musa? A që ka thonë, em hadha, a unë jam më i hajrit? A unë jam më i mirë? A ky? Ka dashur ta përsërisojë Musa alayhis salatu wassalam. Si e ka përsërisue? Ka thonë në surën Zukhruf, ajeti 52. Ka thonë, a unë jam më i hajrit? Çka po ju kujton që kjo fjalë? Kush e lexon Kur'anin e di? Kur i ka thonë Allahu xhelala melekve, bini sejdë Ademit alayhis salam, me çka ka rezistu? Me çka ka rezistu? Ka thonë, ana khairum min, unë jam më i mirë se ai. A kush po të thotë ti bëri sejdë? Allahu xhelala. A ti e di më mirë kush jam më i hajrit te Allahu që të ka kriju tyje? A ti pi kallzon Allahit se unë jam më i mirë se Ademi? Kujt pi kallzon? Kujt pi kallzon? Më ka njëri, kjo tjetër mesele. Krijesa, krijuesit i kallzon, unë jam më i mirë se ky? Allahu çka tha? Fakhruj minha, dil për rahmetit e Zotit xhelal xhelalu. E mallkon Allahu te bareke ve teala. E faraoni tash po i shprehjet e iblisit, po i shprehjet e mallkimit për të ardhur funit të ndëruar xhalli, për të ardhur funi dhe për të hakmar Allahun mbi këtë arrogant të madh i cili ka torturuar besimtarët. Allahu te bareke ve teala ju ka thonë njerëzve, a unë jam më i mirë? A Musa, i cili hua mehin, që ka thonë kjo njeri poshtër, kjo njeri lig, për kanë ka thonë për Musait alayhis salam. Ka thonë dhe këshyre, menzi si fol, e ka pas një mangësi të vogël Musa në gjuhën e vetë, kur ja ka thonë Firauni, dhe këtë mangësi e ka pas sebeb këtina e ka pas, se ja ka thonë gruaja e vetë me i provu e diamantat, api merë apo gacat, edhe e ka djek pak gjuhën, dhe sërë që ka folë dhe një shkrohen ka mundësi nuk ka dole plot. Edhe që ka thonë këshire menzi si fol ki, hasha vë kella. Thëtë Allahu te bareke ve teala vazhdim, Falaula ulqi alejhi aswiratun min dhahab. Ka thonë dhe a jam unë më i mirë? A Musa, i cili s'ka asni altan dorën e vetë, s'ka halka. Thot Imam Ibn Kathir në komentin e vetë, thot u ka lavdrue të veçeli i Egjiptit me ata shka lavdrohen gratë. A munu mi azon kryen Musait alayhis salam me ata shka lavdrohen gratë. A keni pa, nese tash pa keq kuptime, shumë prej traditat grave ka kalu të burrat. A keni pa të ndërum xhamatli, para 100 vjetëve burrat të moj çantë? A keni pa? S'keni pa. A shifni sot? Po. Gjithmonë gratë kanë moj çanta. Si kanë ato? Dvetat. E sot kanë pi shifni me çanta? Burri Allahit çantën me veti. Ku çon këtë çantë vëlla? Kjo prej traditave të grave. A keni pa grave me zinxhira? Sa dush. A burra? A e kuptoni pse ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu i mallkon ato burra që bëhen si gratë. E faraoni, faraoni ka qenë feminizum, ka pas merak punë të grave. E ka qit dorën e vet, ka thonë këshir me altant. Ku i ka Musa? Musa burr. Musa burr, e ka hek shkamin, 10 veta që e majnë, edhe ka i ka s'ka fol grave. Ç'kjo janë burrnia? I kanë nxjerr gjërat që i përdorin femrat, u munu mu lavdru edhe mu lastos. Ka thonë, ki s'ka altan dorë. Nuk ka altan dorë. Kini pasot, çudi edhe zë, besimtar, burr, me lakmu ata çka e bojnë gratë. Nuk banë edhe zë, burr të mu kanë burr, cilësit e burrit, veshën e burrit, nejën e burrit, fjallët e burrit, cilësin e burrit, moralin, butësin të burrit me e pas. Ama jo mu përgjasu me femrat.
sepse nuk i përket besimtarit. Apo thot Allahu te bareke ve teala, au jaa ma'ahu al-malaikatu muqtarinin, ose ku i ka melaçet ki. E sa shkam i pa ki melaçet. Se ki pilip melaçet, ku i ka melaçet Musa alayhi salatu wasalam. Pse nuk ka melaçe? Ki ka dash me ardh, se ky melaçe i madh apo? Çi me ardh këtina melek. Thot Allahu te bareke ve teala, fastakhaffa qawmuhu wa ata'u. E populli vet ja u murment. Apo ja u murment, ata kanë thënë sigurisht bretkose që janë larguar sebeb që Firauni është shumë i mirë. Edhe morrat nuk kanë larguar sebeb që Firauni është shumë i mirë. Edhe vorshimet janë larguar se Firauni është shumë i mirë, fastakhaffa qawmuhu. Apo, thot ne me kudretin tonë, e ki po, e largon Allah i belajnë dhe thot, na kanalat i kena pas shumë të mirë. E ka largu Allahu belajnë se me pasmet për kanalat e tua na kish mor vërshima. Thot Allahu te bareke ve teala, fastakhaffa qawmuhu. Ha? U tall me popullin e vet, me mendjeletet e vet. Dhe ata ju bindën Faraonit, innahum kanu qawman fasiqin, ata kanë qenë populli prisht. Andaj i kanë bind Faraonit. Falamma asafuna, thot Allahu, kur na hidhruan. Çiko disa vargje ajete në kanar si e përshun Allahu, sa e ka hidhnu Faraoni Allahu xhel xhelalu. Falamma asafuna intaqamna minhum fa aghraqnahum ajma'in. Thot Allahu xhel xhelalu, kur neve na hidhruan, komplet i kemi shtinuj, i kemi mbyt nuj. Aghraqnahum ajma'in. 1.600.000 ushtar komplet në krye Faraonin i ka përmbys Allahu xhan detin e kuq. Këti ka fut ndeti. E si ka fut në kazojnë sure tjetër. Këtu veç në kazojnë sa e ka lidhnu Allahu xhel xhelalu. Fa aghraqnahum ajma'in. Pa përjashtim i kemi fundos. Pa përjashtim. Dhe Allahu te bareke ve teala, faj'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin. Dhe Allahu te bareke ve teala, dhe ne e kemi bë Faraonin dhe ushtrinë e Faraonit, askert e Faraonit i kemi bë para ardhës shembull për ata që vinë më vonë. Kujdo që ja mërmenja mushti me Zotin e madh te bareke ve teala, veç le ta kujtoje se në Egjipt u kanë Faraon. O kanë në Egjipt një Faraon. E si ka ndodhur shkatrimi, do ta shohim me lein Allahu te bareke ve teala në surën Yunus edhe në surën Ash-Shu'ara. Thot Allahu te bareke ve teala në surën Yunus, si ka nis plani për me ikpi Faraonit. Thot Allahu te bareke ve teala në surën Yunus, wa awhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa liqawmikuma bimisra buyutan waj'alu buyutakum qiblatan. E ka marrë një sebeb Musa alayhis salam me vllaun e vet. I ka shpall Allahu xhel xhelalu. Çfarë? Bitë e Israilit kanë jetuar në qytete. Kanë jetuar në qytete. Ja kanë dikun 600.000 bitë e Israilit, muslimanë që kanë jetuar në Egjipt. Allahu xhel ka thënë, ndroni shtëpiat. Kjo sebebi pa. Ka thënë keni më ndru shtëpiat. Leni këto shtëpia që i keni në qytet, shkoni jetoni na për afër kufinave të shtetit. Shkoni në çosh qytetit të rinim, periferi. Edhe bëni shtëpiat e juve ngat. Shikoni ka thënë Allahu te bareke ve teala, tabawwa liqawmikuma bimisra buyutan. Shkoni në përçoshët e Egjiptit edhe ndërtoni shtëpi. Kjo për sebepe vëllezër. Megjithëse Allah i ka ndihmu, ama kjo është sebepi. Ka thonë shkoni, leni këto shtëpia që i keni këtu mrena qytetit, shkoni në çosh. Pse? Që kur bëhet ikja më bë më shpejt. Mos ket vakt ai se në qytet ai ka ushtarët e vet. Ka thonë shkoni në përçoshë. Shkoni në çoshë dikon. Thot Allahu te bareke ve teala, waj'alu buyutakum qiblatan. Dhe bëni, ka disa komente. Bëni shtëpiat një ka një. Karshi, që ta shihni njëri tjetrin. Dhe ka ardhur transmetime se është komentuar kjo fjalë Allahu xhel xhelalu, vendosni namazet e juve në shtëpi. Mos dini mu fal jashtë, që mos ju shohë Firauni dhe mos provokohet. Por falni në shtëpi një kohë deri dhe në urdhë Allahu te bareke ve teala. Thot Allahu xhel xhelalu, waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus salata wa bashshiril mu'minin. Shkonin në qoshet të Egjiptit, ndreshni shtëpia në qoshet të Egjiptit. Andaj dhe shiko sebeb në dhëdim në gjatën e kaluar të mësimit të kësaj. Ka thënë dhe bëni në shtëpitë e juve qiblën. Mos dini jashtë më fal. Bënu shtëpitë e juve qiblën.
Thot Allahu te bareke ve teala, dhe ju ka thënë Musa, wa aqimus salat. Se tash ka mosh përsu shumë puna. Ka thënë dhe falni namaz shumë. Falni namaz shumë. Sepse kena mu ballavaçu me Firaunin dhe kena mu pa karshin deti. Ka thënë falni namaz shumë. Lutni Allahun shumë, wa bashiril mu'minin, dhe përgëzoj besimtarët. Dhe përgëzoj se kanë me fitu Firaunin. Thot Allahu te bareke ve teala, wa qala Musa Rabbana innaka atayta fir'auna wa mala'ahu zina. Edhe një ditë i ditëve, apo transmetime natën, u ka qu Musa alayhis salam dhe po ban dua te Allahu xhela. Ka mri kulmin, s'ka ma ku shkojna. I kemi ndru shtëpiat, kanë shkuën çoshë shtëpi të Egjiptit, edhe ka bë dua Musa alayhis salam. Ka bë dua Musa, edhe Haruni veç ka thon amin. Edhe në fund Allahu ja ka thënë, ju përgjigjem lutjeve të dyve. Andaj kanë thënë komentatorët se ai i cili ban dua me as ka thot amin janë barabar. Ai që ka ban dua, imami ban dua, ai i cili thot amin barabar janë. Se kjo do të thon amin, kiç ka thove amin. Thot Allahu te bareke ve teala, tha Musa, o Zoti jon, ti i ki dhënë faraonit dhe ministrave të faraonit dhe ushtarëve të faraonit zine, begati, bukuri shumë të madhe, o emwalen dhe shumë pare i këdha. Fil hajati dunja, në këtë jetën e kësaj bote, Rabbena li u dhillu an sebilik. Ka thonë, o Zot, ata pi devijoj njerëzit pi shmangin nga rruga jote. Rabbena të mis ala emwalihim. Ka thonë, o Zot, shtangi parët e tëne. Shtang, pezulloj parët e tëre. Që janë pezullu vezër? Çdo pasuri që ka e kanë bëu ka tha. Dhe piqet i alametit këta ka njës me i lip pastaj. Ka njës me i lip Musa a.s. me popullin e vetë. Ka artë transmetime se sheqerna që ka i kanë pas, kreta fritë që i kanë pas janë bë guri. Se në ka bërdore, ka qenë s'ka kur gjo. Ju ka tha, dhe Allahu te bareke ve teala, itmis ala amwalihim. Ka thënë Musa, o Zot, thaja u parët, thaja pasuri që ka i kanë. Washdud ala qulubihim. Dhe që ka thënë, forcoja u zemra, mos jele me besu më. Washdud ala qulubihim, mos gabojnë me besue. Se ka thënë një ajet, alama i fortë se kitë kjo që ka kanë dhe zë. Dhe Allahu te bareke ve teala, fela yu'minu hatta yarau al-'adhab al-alim. Ka thënë, o Zot, forcoja u zemrat dhe ngurcoja u zemrat, mos të besojnë deri kur të hinë xhenemin e madh. Pse ka bëu këtë dua vëzër? Sa vjet që sa vjet atë umor Musa alayhi salatu wasalam me Firaunin nuk beson. Thot Allahu te bareke ve teala, thot Allahu në vazhdim, qala qad ujibat da'watukuma. Ka thënë Musa alayhi salatu wasalam, ka thënë Allahu te bareke ve teala, o Musa, o Harun, duaja juve të dyve u përgjigj. E mor përgjigjen. Thot Allahu xhela xhela në vazhdim, fastaqima wala tattabi'ani sabila alladhina la ya'lamun. Rrini drejt ju, por qëndrohuni ju, mbahuni ju në fejnë Allahu te bareke ve teala dhe mos gaboni me ndjek. Ju të di rrugën e atyre gjahilave faraonit dhe shtetit vetë. Pro tani ka mu ashpërsu alama te përgjendja, nga se du të mumit faraoni. E kur të mrije në fund, a i zullumin e shton. Dhe të Allahu te bareke ve teala, wa jawazna bi bani Israil al-bahra. Dhe ne u amundsuam bive të Israilit që ta kalojnë detin. Fa atba'ahum Fir'aunu. E Fir'auni ju shkoj mas. Fir'auni ju shkoj mas. Wa junuduhu, edhe ushtria e tina, baghyan wa adwan, nga zullumi dhe padrejtësia. Hatta idha adrakahu al-gharq, derisa kur ka qenë mesin e detit. Sura Yunus, kthehemi prapë. Si ka ardhur me ndjek sura Shuara. Nga se çdo surë vëzër e tregon një skenë. Çdo surë e tregon një skenë. Ktu e përfundon duke u myt. Tani kallzon çish i ka ndjek. Thot Allahu te bareke ve teala në surën Ash-Shu'ara, wa auhayna ila Musa an asri bi ibadi. Ne i shpallëm Musës. Asri bi ibadi. Meri robët e mi. Dhe kjo ka qenë dhe prej lavdratave që Allahu ja ka dhënë bijve të Israilit kohën e Musës. Robëve të mi. A qafirët kush janë kanë atë vakt? Faraoni. I ka thënë, meri robët e mi natën. Dhe nisuni për Palestinë. Ama kanë qenë në qoshe të
shtetit, që tjetë ma afër dalja edhe tikin ma shpejt. Thëtë Allahu te bareke ve teala vazhdim. Fa an asri bi ibadi innakum muttabaun. Se juve kanë me ju ndjek askert edhe ushtria e faraonit. Innakum muttabaun. Kanë mu ndjek. Fa arsala Fir'aunu fil madaini hashirin. Kur e ka morë vesh faraoni se bitë e Israelit dojnë me ikë për shtetit 600.000 njerëz, për ata u kanë qëfar? Dhe e ka mri kulmin e idhnimit. Ka mri kulmin e idhnimit, ama idhnimi tina a vjen me idhnimin e Zotit subhanahu wa taala. Një njeri cili idhnohet me mushknit e veta, me gjakin e vet, mas shumë diçka mund është mu idhnu me të vlu gjaki. E qatë gjak Allahu gjilala ta që të sondeti atje. Thëtë Allahu te bareke ve teala, inna haula le shirdhimetun qalilun. Ka thonë Fir'auni, a kanë i këta? E dojnë me ika. Ka thonë, këto janë shirdhime, grup minoritet i vogël. Këto janë grupe vogël si baje sapun e këto. 600.000 njerëzi ju thot shirdhimetun qalilun. Mas janë pak, pse po mirësh me to? Mas janë pak, pse si shlove vet? Mas janë pak, pse i torturojshe? Mas janë pak, pse i bajshe argat? Pse janë, mas janë pak shirdhime? Qalilun, to janë pak, unë i pa që ka du me këto. Dhe Allahu te bareke ve teala vazhdim. Wa innahum lana laghaidhun. Shumë kanë nervozu këto. Edhe juve ka thonë ju kanë nervozu. Ama ato s'kan guxu mi thonë Firaunit nëse na i dhue, çish po i dhosh di. Ama haç i thuaj Firaunit. Dhe Allahu te bareke ve vazhdim. Wa inna la jami'un hadirun. Na krejt kena mi marr masat shtetërore kundër këtyre. I ka çu pesh. Edhe ata shka s'kan qenë ushtar, i ka bo ushtar, qatë nat i ka bo ushtar. Edhe, qërë i ka thonë, asë një njeri mos nejnë shpinë e vetë. Krejt me mu me arë. Edhe, qërë ka bo? Krejt bura shka i ka pas, i ka morë me veti. Thot Imam Këthiri, 1000 fi 1000 wa 600 1 milion, 1.000 herë 1 milion. Edhe 600.000, 1.600.000 njerëzi i ka morë për me ndjek bitë Israelit. Edhe balafaqohen të deti i kuq. Thëtë Allahu te bareke ve vazhdim. Thot, fa akhrajnahum min jannatin wa uyun. Me gjithë se Firauni i ka mledh, Allah i thot, na i mledhëm. Faraoni ka një plan, Allah i ka një plan. Hajtë ta shohmi. Allah i thot, na i mledhëm. Hajde ketash, ketë. Faraoni ka vonë ketëve, s'ka mashkull me nejnë shpi, ketë me mu me arë. Pse? A kini dit me angër për shtetit tem po? A kini dit me angër të mirave të mija po? Ajde tash kundër bive të Israel ketë me dollë bashkë. Ketë kundër. Që të mledhen ketë bashkë, e të dënohen ketë bashkë. Thëtë Allahu te bareke ve teala. I kemi nxjerr, pi nervozës të madhe, shiko, shpesh e kemi qujtë të veçel, ama nashta dikush edhe se ka kuptu mirë se shka të veçel. Hite veqili, në të se Milan rahat, po shkoni mërë ku dushërit të këtu në Egypt i kitë mirat e shtetit, shka dush, apo? Allah thot, e nxjerëm me nervoz, i la krejt kopshtet edhe ujin. Se s'po rribë është ati? Nervoza e madhe, andaj i shkatron njerëzit nervoza, i shkatron, hidrimi i tepër dhe qfar? Bindonimin Allahu Gjellë Gjellalu. Thot Allahu, na, a ju nervozu, apo? Fa akhrajnahu, na i mledhëm, hajde, le shtetit, le. Shiko, e kam ledh këtë ushtrien kundër bive të Israelit. Thëtë Allahu te bareke ve teala, wa kunuzin, wa maqamin kerim. E la karikën, e la postin, i la krejt arkat e shtetit, se u mobilizu shtarakisht me shku kundër bive të Israelit. Sa aj menoj këse unë e këthejna prap, unë e prap këthejna në palat, unë e prap këthejna të karikja. Allahu gjelal dhët, fa akhrajna, unë e nëzirëm krejt komplet bashk. Thëtë Allahu gjelal vazhdim, këdhalike aurathna bani Israila. Ne kështu deshëm ja të rëshëgu tokën bive të Israelit. Fa atba'uhum mushriqin. Thot, dhe filluan me ndjek në sabah. Në sabah. Bashkohen kur del mëngjesi i pa. Mushrik, ishrak, është kur del diell i pa. Dhe Allahu Gjellë Gjellalu, falamma tara al-jam'an. Kishin ba ta natën udh. Musa a.s. ka nejtë në fund të poplit, e Haruni me atë besimtarin nga familja e Firaunit që ka besu, ka nejtë për para.
E Musa në fund që ti përcjellë a janë krejt. Dhe ju kanë imu kush e kanë më plazh, se ka transmetime se shumë prej tyre kanë qenë plazh se fëmijët ja kanë vrarë krejt. Fëmijët ja kanë vrarë krejt. Edhe 600.000 njerëz edhe ballavaçohen detin e kuq. Edhe tani çka ndodh këtu? Këtu ndodh se fillojnë më frikue. I thonë Musa alayhi salatu wassalam, çka i thonë Musa alayhi salatu wassalam kur shifën, i thonë fa atba'ahum fir'aunu bi junudi. Këtu shtrijën e ka mbledh faraoni 1.600.000, edhe kur kanë mri deti përpara, ushtarët përmas kodrat s'ka ka me ik. Andaj kanë filluar më shqetësu shumë, se kjo ka duk sikur kurth. Na pruni Musa alayhis salam para detit, faraoni përmas vetë se shpalla këtu na drejton. Apo këto kanë ik, apo çish kanë ik vëzër? Kanë ik, kur kanë ik, i kanë thonë faraonit: "Ne e kena një lloj bajrami, a na lëmë festu?" Ka thonë festoni me çfarë do të bëni. Festoni çfarë do të bëni. Edhe këto janë mbledh, edhe i kanë marrë ushqime, çka kanë pas mundësi me marr ushqime, s'ka dalë për luftë. Thot Allahu xhan vazhdim. Thot: "Falamma tara al-jam'an." Deti para, faraoni mas. A muni para më vëzër 1.600.000 njerëz sa janë ku të rështohen me kuaj e me kerra, ato që i kanë pas për luft, mjetë e lufte. Frige madhe. Thëtë Allahu gjallë, u pan di grupe, gjem'an, di grupe të mdoja, 600.000 me 1.600.000. Thëtë Allahu gjallë gjellalu, kale ashabu Musa, thanë besimtarët e Musait a.s. Inna le mudrakun. Nuk thanë kanë me në zanë. Jo, o Musa, dëzanë tjena. Në zulun. Ka artë transmetime se ai besimtari familjes së Firaunit ka ecë me kali në përdeti dhe ka provue mos po mundet kali. Ama kali kur e ka paçi deti fort, ka him u gjit, ka kthi prap. Ka him u gjit, ka kthi prap. Nga sa e ka njoft mirë kalorimin, nga se ka qenë prej familjes së Firaunit. Dhe ka besu Musa alayhi salatu wasalam. Andaj Allah e ka përmendur në Kur'an. Ka tentu s'ka. Apo thot Allahu ja qala kalla. I ka thonë ki besimtari, edhe ka thonë disa prej besimtarëve të Musa, o Musa, a që tu Allah i të ka thonë me ardha? Po ku kena me dalë këtu? O deti, njerëzi pleç, gra, ku kena me dalë në deti? Ka thonë Musa a.s. Kale kella inne ma'ia rabbi se jehdin. Ka thonë jo vëllaj, Allah i që të më ka thonë me ardha. Allah o tash më ka thonë që ka me bo, pritni. Ama, ndjere vetën të që ty? Ndjere vetën që ty? Deti për para, Musa a.s. njeri, veç shkopin e ka. Kur gjatë tjetër, veç shkopin e ka. Inna le mudrakuna ina të zanë. Ka thënë Allahu të bare kjo e tjera, kella inne ma'i rabbi se jehdin. Ka thënë jo, ata dhe zërë, nuk vjen dihma Allahit deri sa zemrat më një të fiti. Kur ka mërin fitma. E faraoni, kur i ka pa faraoni, ka thënë, e tash? Ku ikni tash? Apo, dhe njëherë veç ka nejtë për mi u kazuat skenë. Këshyrë në një mirë, mbush në mirë, në terror dhe frikë, tash më e diri që kërë me u bëha, po. Dhe mirë po i shreti, nuk e ka ditë se që tu është përfundimi historisë të ti, dhe mas asajna ka med vetëm shembull për ligjerata, e shembull për mësime, për ata që ka dojnë me mojnë mësime, dhe nuk ka më pas kësajna Firaun. Thëtë Allahu të barë vazhdim, fe auhajna ila Musa, ne i shpallëm Musait a.s. Anë i dhërib bi asak. O Musa, shkopin e gjindor, po, e dhërib bi asak. Ama tash, jo, kujna, jo me dal gjarpën, e dhërib bi asak el bahra. Mshoj detit me shkop. Sepse ai cili ka bo shkopin shkop, edhe e ka bo detin deti, ai kur doje e ban detin tokën deti, e kur doje e ban kodrën pluan, e kur doje plunin e ban kodër, kur doje gurin e ban guri, kur doje pigurin nxjerr ujë, kur doje çat ujë e ban e ngurcon edhe ban guri prap. Ashtë Allahu xha i cili i ban krijesat e veta çka doje. Idrib bi asaka al bahra, mshoj detit me shkopin tan. Thot Allahu xhela xhelalu, fanfalaqa, u çal deti. Fa kana kullu firqin ka tawd al azim. Dhe u ka çal deti, si u ka çal? U ka ngrit hapsir në tokë. A është deti, toka në deti. U ka ngrit deti, edhe u ka po si kodër, janë qatë di anë, që me hecë në tokën e detit.
U ka bo gjate. Apo edhe që ka bo? Kanë hije disa muslimat dhe kanë provue. Hec ka kali. As nuk ka një pik uj s'ka met. Komplet e ka tërheq Allahu xhel xelalu. Këty ka doli problem tjetër. E që tu musliman dhe sa herë më fol ju dal ka një problem. Që ka thonë? I ka thonë Musës, faraoni për mas, deti për para. U ka qa deti udha për me kalue. Has një kalon në dili ka qëtëran. Jo. Zdalla. Pse? Ka thonë, une me këtë kusherinin s'voli mirë. Qelma një u tjetër. Qështu janë musliman. Qelma mu që knena. Une zvi këtu. Une se duket. Thotë Allahu xhele xhelaluhu, e na i a qelëm 12 udh. 12 udh, se ki s'fol me këtë. Ki migja me këtë migjën s'fol. Ki baba me këtë gjallin e dhabit s'fol. 12 kabile, ja u ka qelë Allahu xhele. Hinit si cëli me kabilën e vetë, hajde. Si cëli me kabilën e vetë. A kuptoni njëri dhe zërë. Andaj, pa, kjo enigma dhe kjo, dëmon, paqarësive bive që sa il piku kanis, pi qëtu. S'hi unë e kënejna, unë e du një qëtër udh. E tu lip që shtu udh, pra Allah me rahmetin e vetë, përshka këse faraoni akon për mas, e u ka qelë Allahu gjela, thot, këtë të udhil adhim, janë bo si kodra. Pra, o qelë udha, edhe u ka ngrit uji si kodër. Apo, thot Allahu gjela në vazhdim. Wa azlafna thamma al-akharina wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'ina thumma aghraqna al-akharina inna fi dhalika la ayatan wa ma kana aktharuhum mu'minin. Thot Allahu xha, ne I shpëtuam bitë Israilit, besimtarët e Musa alayhis salam, dhe u afruan këto tjerët. E këto tjerë dhe çka u afruan? Kan filluar me dal bitë Israilit, me dal për Palestinë. Qa ka ndodhë dhe zërë? Qa ka ndodhë? Në surën ta Allahu e përshkruan udhën, që shakon. Thot Allahu xhele xhelaluhu, thot, fad an asri bi ibadi, fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan, la takhafu darakan wala takhsha. Ka thënë, ec se toka e that nuk të prek uji midis detit. Rabbul Alemini e ka bo këtë mrekulli. Cila dit ka qenë vëzër? Ka qenë dita e 10 e muajt Muharrem, dita e cila quhet El Ashir Muharrem, dita Ashurës, që e agjerojnë besimtarët. Për çka e ashur? Se e ka shpëtuar Allahu Musa me popullin e vet nga bitë e Israilit. Si e ka shpëtuar? Ka ndal. Kur ka ndal, Musa alayhis salam, tamam I ka dal njëri I fundit pi detit, e ka marrë shkopin, tim çojë për ditë, ta mshele, që ta lojë më një herë, mos ketë mundsi ata me hije. Çka I ka thënë Allahu xhele xhelalu? Se Musa bisikletit shpëtoi vet. Çka I gjen atona? Dëgjoni surën Dukhan, çka I thot Allahu te bareke ve teala. Thot Allahu xhela tu dash Musa me I mshu detit për ditë, ta mshele detit mos tinje Musa, mos tinje faraoni. Allahu thot watrukil bahra rahwan. O Musa, prit pak. Mos I msho detit. Prit, mos I msho një shkop. Leje detin çështu me udh gjade. Edhe tash faraoni e shfrytëzon. Një për para, një mbrapa. Një për para, një për mbrapa. Ka ardhur disa transmetime se Xhibraili alayhis salam ka ardhur me një kali në formën e një kalorsi. Edhe ka ardhur e ka provokuar kalin e Firaunit. E ka provokuar kalin e Firaunit. Apo bota e kafshëve. Edhe duke ja provokuar kalin e Firaunit, Firauni çka ka thënë? E ka provuar, am zadeti. Pra ka mundësi çështu? Kur e ka pasë po hin, po del, deti po rrianash. E çështja janë zullum qartë dhe zër. Apo munohen në mrekullit që tërkujna, edhe I ka thirr këto. Ka thënë, për hir timin u ka qel deti. Hajde me mua. Që deti edhe krejt ju ka dhënë urdhër hini. Apo edhe ata Firauni I pari, thëtë Allahu xhele xhelalu, watrukil bahra rahwan. Ka thënë o Musa, le pak, ty ki dalë më knera. Le detin pak qel, le që shtu udhën qel. Thot, innahum gjundum mughraqun. Lelet hinje ushtari fundit 1.600.000. Kur ka hin I fundit, që ka thëtë Allahu xhele xhelalu, innahum gjundum mughraqun. Këta janë ushtar dërë të I funit do të më shkatruhe. E kur kanë hien midis detit, kanë provue me shpëtue. Pak para se me dek, ka fol Firauni. Ka fol, që ka thanë? Thëtë Allahu janë surën
Yunus thot فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق kur I ka ardhur deri në fund mo. Deri në fund mo, e ka ditë që ka me vdek. Kush po vdes? Kush po vdes? Ai I cili tha ana rabbukumul a'la, unë jam Zoti juve më I madh. Zot, ti me mushkëni, me zemër, me dorë, me kam, ti Zot, thot Allahu xhelle xhelaluhu, tha, qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil. I besova ati Allah I qka I kanë besu bijtë e Israelit, s'ka zot tjetër përveç ati zoti që I kanë besu bijtë e Israelit. Kush me thot? Faraoni. Ku je ma herët? Se ka pranua. Thot Allahu që në vazhdim në surën Yunus, wa ana, përse në me mushaf dhe zë, surën Yunus ajeti 90, wa ana minel muslimin, edhe unë jam musliman ka thënë. Vonje o Firaun, vonje, e ana minel muslimin ka thënë, edhe unë jam musliman. Allah ka thënë al-an, tashi të besua, wa qad asajt, tëri tashi kon rebel, tëri tashi kon qafir, tëri tashi kon Firaun, tëri tashi kon mbret zullumqar që I shkatru njerëzit. Thot Allahu xhelle xhelaluhu al-ana wa qad asajta wa qablu wa kunta min al-mufsidin fal-yawma nunajjika bi badanik. Bini rëvëzë, bani sabër dhe pak. Thot Allahu xhella, atasha e tëri tasha ki bëha Firaun, atasha me një statusa, me një fjala, me një lap munosh mino kitë krimëta. Shka mundësi, nuk ka mundësi o Firaun, deri tash ki ba fisat, deri tash ki shkatruhe, apo kujton që me dy lafe latë kjo puna. Ja, thot Allahu xhelle xhelalu, ne sot po të shpotojmë tyje. Nuk e gjike, qish po të pëshojmë? Bi bedenik. Trupin kena me talon tyje. Trupin kena me talon. Apo të arë transmitime se disa bitë I Israelit kanë thonë, a des Faraoni ja? Allah ka thonë, prit një ditë jo venë në bregdet. Edhe ka arë bregdet, që e Faraoni, I vdekt. Edhe sot, I ruhet kufoma. Pse? Allah, eljome në në gjik, na sot po të shpotojna me trupin të ndekt, të që të qofet gjdo kush që ja merë menja mu bafi si Firauni. E ta shohë përfundimin e vetët Allahu te bareke wa taala, thot eljome në në gjik e bebedenik li tekune min limen khalfeke aja, që ata që ka vinë pas me të pas të argument. Shiko që ka ba Allahu Firaunit. Thot Allahu që në vazhdim, wa inne këthiran min nasi an ajatina le gafilun. E shumë bre njerëzve si lezojnë ajetet tona, si kuptojnë faktet tona, si kuptojnë fuqitet tona. Kështu lezër Allahu xhelle xhelaluhu I adha fundin zullumqarit më të madh çka e ka pa historia ndonjëherë, Firaunit, Ramsis I dytë I Egjiptit, krijetari më zullumqar që ka jetuar ndonjëherë në historinë e njerëzimit. Dhe bitë e Israelit shpëtojnë, kalojnë në Palestinë, e pastaj do ta shohim me lenin Allahu te bareke ve teala se si zhvillohet jeta e Musait alayhis salam dhe bijve të Israelit ku se të kanë nxjerrë tëra probleme tash Musait alayhis salam, se ata vinë me një bagazh kulture, me një bagazh civilizimi, me një bagazh traditash, edhe tash fillon pastërtia e re, pastrimi dhe filtrimi I ri. Musa që du të mja bo popull vet, e do të hek shumë me këtë popull, derisa do t'i pastron nga shirku, nga kufri, nga mëkatët, nga gjunat. Do të shohim me lenin Allahu te bareke në legjëratat e ardhshme. E lutim Zotin e madh në këtë ditë Ramazani, në këtë ditë të begatta të Allahu xhelle xhelalu, Allahu agjërimin ton ta ban kabul ya rabbal alamin. E lutim Zotin e madh te bareke ve teala që Allahu na mundson me lexu Kur'anin, me mësu Kur'anin, me mësu sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ati ku ja kemi qolluar, Allahu na shpërblen, ajo ka qenë prej Allahu. E ku që kemi gabuar, ajo ka qenë prej meje, prej shejtanit. Lutim Allahun që Allahu na fal. Aqulu qawli hadha واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.